Mos i injoroni, këto 8 shenja mund të jenë simptoma të diabetit. Diabeti mund të mbetet i pazbuluar për shumë vite sepse nivelet e larta të sheqerit në gjak nuk janë aq të lehta për të zbuluar nëse nuk u kushtojmë vëmendje sinjaleve të caktuara që trupi ynë na tregon se diçka nuk është në rregull. Ndër shenjat treguese të tilla si nevoja e shtuar për të urinuar dhe etja ekstreme kryesojnë në listën e simptomave të diabetit, mirë po ka edhe nga ato më pak të njohura të cilat shfaqen në gojë. Sheqeri i lartë në gjak mund të çojë në karies, infeksione mykotike, ulçera në gojë, çrregullime të shijes, gojë të thatë dhe gjithashtu të djegur për shkak të niveleve të ulta të përshtymë. Dentistët janë shpesh në balë të zbulimit të kushteve serioze shëndetësore si diabeti. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të vizitoni rregullisht dentistin tuaj.